Në vendin tonë shifrat e divorceve janë në rritje, ato të martesave në rënje. Sipas të dhënave të Institutit Shtetëror të Statistikave, 23% është rritur numri i divorceve dhe 14.7% numri i martesave. Në 3 mujorin e fundit të vitit 2024 janë regjistruar 601 shkurorzime, që paraqet një rritje prej 23.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në të njëjtën kohë, numri i martesave të lidhura është ulur me 14.7% me 2430 martesa të regjistruara. Përkundër uljes së numrit të martesave, po ashtu vërehet edhe rënja e numrit të lindjeve. Statistikat tregojnë se rënja është 4.2%, ndërsa vdekja e foshnjeve është 1%. Në 3 mujorin e fundit të vitit 2024 kanë lindur 3.968 fëmijë, me një rënje prej 4.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri i vdekjeve është 5.174, nga të cilat 10 janë foshnjë, që paraqet një rënje prej 1% krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit 2023. Rritja negative natyrore, e cila në këtë 3 mujor arriti në -1.206, tregon për vazhdimin e ndryshimeve demografike që mund të kenë pasojë të rëndësishme social-ekonomike në të ardhmen.